Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 26 tetor 2025. Dashi. Ditën e lodhshme. Mendoni nëse do të shtyni ndonjë takim që mund të jetë i rëndësishëm për të ardhmen deri në pasdite. Demi. Shmangni konfrontimet, tashmë gjatë ditëve të fundit ka pasur polemika të vogla. Palestra duhet të kujdeset duke bërë gjëra të vogla, si shmangia e marrjes së makinës për udhëtime të shkurtra. Binjaket. Jeni mjaft të shqetësuar për paratë, dëshironi të bëni diçka të re. Rezistojini tundimit për ta hedhur të gjithë larg, ka pak trazir në shtëpi dhe jashtë. Gaforja. Shmangni marrjen e pozicioneve të ngurta, edhe ndaj vetes. Dëshira për liri që rritet dita ditës. Luani. Dita për të shfrytëzuar pa humbur kohë, gjendje agitacioni në çifte. Ata që kanë shpenzuar shumë para janë pak në deficit dhe dikush është zhvendosur në kaos, është sikur të keni rirregulluar ose të organizoni diçka. Virgjeresha. Ju e dini se çfarë dëshironi, por duhet të jeni të kujdesshëm ndaj keqdashësve ose ndoshta vetëm ndaj dikujt që ju ka zili. Mos u largoni mënjan në një mënyrë të trishtuar. Peshorja. Faza e motit të kthjellët ose të ndryshueshëm, veçanërisht gjatë mëngjesit, kujdes nga luhatjet e humorit. Ditë e favorshme në sferën e dashurisë. Akrepi. Do të zgjidhni shumë probleme duke u përpjekur të mendoni për të ardhmen me optimizëm. Interesante këtë herë për të udhëtuar në vende të reja. Shigjetari. Ditë e shkëlqyeshme për të dashuruarit, mund të përjetoni një tërheqje të fortë, edhe pa pritur. Zgjimi i madh këtë mëngjes. Britqapi. Ju do të jeni aktiv dhe të fortë. Fati po vjen sa i përket takimeve. Ujori. Ju do të keni nevojë për një pushim të këndshëm, por disa situata të lindura kohët e fundit nuk e lejojnë atë. Faza në distancë sa i përket dashurisë, padyshim që dikush është larg ose këto ditë ju keni shumë gjëra për të bërë, përpiquni të jeni të qetë. Peshqit. Kjo ditë ju paralajmëron për shpenzimet, ka pasur shumë gjatë javëve të fundit. Shmangni polemikat dhe mbi të gjitha të menduarit për të kaluarën, pas një ndarje gjen dëshirën për të filluar përsëri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.